Të nderuar gazetar, publik, vërtet është fatkeqësi që sot kemi parë që një proces i cili kërkon konsensus politik ndërpartijak për të zgjedhur presidentin e shtetit nuk ka marrë një mbështetje. Kemi një prezantim të një kandidati partijak i cili e prish edhe përpjekjen e dialogimit edhe zgjidhjen e një presidenti i cili do t'i printe Kosovës dhe do të shprehte një balans të forcave politike për ashtu siç e definon kushtetuta e Kosovës. Me që nuk është ky rast, ne vërtet si Lidhje Demokratike e Kosovës e kemi parë me shqetësim kohjen e re të këtij procesi edhe mbylljen e një mundësie që të gjendet ndonjë kompromis i cili do të përfaqësonte qytetarët, do të jepte zgjidhje politike, do të menjanonte bllokadat sistematike institucionale edhe do të jepte qytetarëve një stabilitet politik. Kjo është një rrugë njëkohëshe pa krye, është një si me thanë, drejtim ka zgjedhjet e reja, të cilat janë totalisht të panevojshme, edhe e paraqet tendencën për t'i kapur institucionet kryesore politike në vend, çfarë e rrezikon edhe krejt sistemin demokratik të Kosovës. Prandaj kjo në fakt me sot po e shprehim ndinjatën tonë. Kemi dhënë si parti gjithçka, kemi provuar që t'jemi prezent në dialogim, në diskutime, edhe kemi provuar që t'i japim zgjidhje vendit duke ofruar mundësinë e dialogimit nga ana jonë. Absolutisht e kemi dhënë kontributin tonë në dialog, në takime. Aty është insistuar që të sqarohet procesi, kemi dhënë gatishmëri që t'japim edhe kontributin tonë për një marrëveshje politike, edhe për konsensus më të gjerë. Nuk është që një parti politike duhet të jep emra, gjatë dialogimit dalin emra konsensual, atëherë kur definohen kriteret, edhe ka pajtueshmëri mbi partijake për kriteret që duhet të ketë një president i vendit. Po, absolutisht pajtohem, i takon partisë më të madhe që i ka votat për të kontribuar edhe për të dhënë verzionet e saj. Por, gjithsesi ka pasur një dakordim që imponim të emrave një anshëm nga një parti politike të mos ketë. Prandaj është është diskutuar në diskutimet që keni pasur me lëvizjen vendosje emri i Laukënjusës, e para dhe e dyta cili është qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëse hipotetikisht lëvizja vendosje siguron të rritet në shkrimet e nevojshme për kandidaturën e Edios Osmanit. Emra të përveçshëm nuk janë diskutuar për aq sa unë jam e informuar, prandaj nuk dëshiroj këtu që t'jap edhe hipotetikisht situata. Tani ne do ta shqyrtojmë kandidaturën me që është në fjalë, do të marrim qëndrim se çfarë do të jetë sjellja jonë brenda seancës, po deri në kohën ose deri në momentin që nuk kemi pasur emra zyrtarisht, ne nuk mund të them zyrtarisht se çfarë qëndrimi kemi për një person apo një tjetër. Zonja Rushaku kishte kandiduar Vjosa Osmanin për presidentin marrë parasysh që vetë vendosur në nënshkrimet. Ne do të kishim kandidatin tonë me nënshkrimet tona, po të kishim më shumë deputet. Kështu që ne nuk mund të kandidojmë kandidat të tjerë për aq sa nuk i kemi. Po tani ata mund t'i paraqesin, i kanë 66 deputet, mund t'i paraqesin edhe 2 kandidatura të tyre, mund të paraqesin edhe zonin Osmanin në këtë rast. Nëse vendosja i paraqet 2 kandidatura, do të thotë si e vetme, a qëndron Lidhja Demokratike në soll dhe a merr qëndrim për votimin qoftë të Konjusës, qoftë të kandidatëve të dy, potencialisht Osmani ose dikush tjetër? Për aq kohë sa emrat nuk janë konsensuar dhe nuk janë të dakorduar me një marrëveshje politike, ne nuk marrim. Zonja Rushaku, nëse po shit, është që përfundimisht e ngris raportin e Zotindozës dhe Vjosa Osmanit, a më presni ju një rikthim të mundshëm të Vjosa Osmanit në lidhje të ky dhe nëse ju çish po përpitet nëse veç e hap një listë të re, e krija një listë të re, a do të pranoni një koalicion me ty nëse ka zgjedhje të jashtëzakonshme? Këtu janë tash situata hipotetike, ne do të shohim në të ardhmen se si do të zhvillohen ngjarjet politike. Ajo që është tepër e rëndësishme është që mundësitë si parti politike për të krijuar stabilitet politik, për të mirëmbajtur institucionet,
t'i dalim ball vendit edhe t'i zgjedhim problemet e qytetarëve për aq sa kemi peshë politike. Këtë s'po e shohim nga vetëvendosja sot dhe është për keqardhje. E tani imponimi i rrugëve të tjera përpara mbetet për tu definuar edhe bashkëpunimet e Ka dhe është për Vjosa Osmani në LDK. LDK-ja është shtëpi e madhe, kështu që ne shohim edhe bëjmë secili përfaqëson vlerat politike, duhet gjithmonë të qëndrojmë brenda vlerave të cilat ne i përfaqësojmë ideologjive tona në parti politike, ka ideologji dakordime kur i takon një bloku politik, je gjithmonë i mirëseardhur në një shtëpi, po tani nuk është diçka që e përcaktoj as unë, e përcakton antarësia e LDK-s, e përcakton vullneti, është vullnet politik, po kjo i takon së ardhmes. Parlamentarja tha se nëse nuk piret në seancë, nuk shkohet në zgjedhje. Jeni që ndrej që nëse nga deri nesër nuk kemi një president të zgjedhur, vendi nuk të shkojë në zgjedhje. Afatet kushtetuese janë të qarta, kushtetuta është tejet e qartë, nuk ka paqartësi, ka vetëm tendencë për të hudhur mjegull dhe për të krijuar situata të cilat zvarrisin proceset politike, zvarrisin themelimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit në këtë rast, krijojnë hapësirë që një parti politike ta qeverisë vetëm me vendin dhe institucionet, po nuk është kjo demokracia për të cilën është e definuar me Kushtetutë Kosova. Brenda afateve kushtetuese duhet se cili brenda përgjegjësisë të jep maksimumin që me dialog të zgjedh institucionet, edhe këtu përgjegjësinë kryesore e ka vetëvendosja me që ka numrin më të madh të deputetëve aty dhe si e tillë mund të jep më së shumti në këtë proces. Zënja Lushaku, a keni obligim kushtetuese të shndroni në sallë duke marrë parasysh vendimet e vitit kaluar të gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit të vendit, që ka një vendim pra që deputetët janë të obligueshëm të mbesin në sallë dhe do ta detyroj dhe të marrë pjesë në votim. Çfarë do për ose kundër dhe këtë mund ta përdorë vetëvendosja për ta dëbuar në gjykatë kushtetuese bojkotin juaj të mundshëm në seancën për zgjedhjen e presidentit. Ne nuk do të shkaktojmë bojkot, obligimet edhe përgjegjësitë e secilit deputet dihen botërisht, ne do të jemi në suazë të drejtave dhe përgjegjësive tona edhe me sjelljen tonë politike. Ne do të kemi gjithmonë arsye për një sjellje, do ta marrim vendimin më të mirë që i atribuohet qytetarëve të vendit tonë. Faleminderit për sonte. Faleminderit për sonte. Definimin e sjelljes sonë do ta bëjmë edhe do ta shihni edhe ju aty, varet shumë nga seanca, mënyra, kandidatët dhe përkrahja që ne ja japim një kandidaturë apo jo. Faleminderit shumë.